Dian Ramaj hyn mes atyre portierëve, të cilët quhen shumë të talentuar dhe me potencial të madh në Europë. 23 vjeçari kaloi shumë kohë të Frankfurtit në Gjermani, ku ishte portieri i dytë dhe pas asaj do të kalonte menjëherë te Ajaxi. Atje Dian Ramaj fitoi vendin e titullarit për disa kohë, duke bërë performanca shumë të mira. Në momentin e nënshkrimit në Holand, drejtori i Ajaxit nuk nguroi ta krahasonte shqiptarin me një portier shumë të njohur në Europë. Unë mendoj se Dian Ramaj ka të njëjtit potencial me Ter Stegen, mund të luajë shumë mirë futboll me të dyja këmbët, është i fortë në situatat 1-1, ka shumë guxim në dalje dhe e lexon mirë ndeshjen, tha drejtori i Ajaxit në momentin e nënshkrimit me Ramajn. Të gjitha këto cilësi i mungojnë padyshim kombëtarëve shqiptare në port. Prandaj, ardhja e Dian Ramajt te Shqipëria do të ishte një goditje e madhe. 23 vjeçari u largua nga Ajaxi dhe u transferua te Dortmundi. Menjëherë pasi e morën në ekip, Dortmundi dërgoi Ramajn në udhëzim të Kopenhagen për të marrë sa më shumë minuta atje. Një lajm i ri vjen sa i përket këtij gardiani në aspektin e kombëtares. Ramaj është lodhur së prituri kombëtare në Gjermanisë, pasi ka luajtur me të gjitha grupmoshat e Gjermanisë, por mungon ftesa kombëtare sa. Sipas asaj, që raporton faqja Albanian Football në Twitter, faqja e dedikuar për lajmet rreth Shqipërisë, Ramaj është në kontakte tani me Federatën e Futbollit të Kosovës dhe Federatën e Futbollit të Shqipërisë. Pra në fund, duket se Ramaj do të bëjë një zgjedhje mes Shqipërisë dhe Kosovës, pa përfshirë këtu Gjermaninë. Gjithashtu në këtë lajm theksohet se kjo zgjedhje përfundimtare nga ana e Ramajt do të bëhet në fundin e këtij sezoni. Pra me shumë gjasa, në muajin qershor, Ramaj do ta shohim te lista e Kosovës ose te lista e Shqipërisë. Problemi i tij vetëm si portier është mungesa e centimetrave. Kjo ishte edhe kritika e vetme që Ramaj merrte te Ajaxi, pasi për gjithë pjesën tjetër ishte për notën 10. Mediat në Holand e quanin mungesën e gjatësisë si thëmrën e akilit të Ramajt, që nuk do ta lejonte për të qenë mes më të mirëve në Europë, pasi gjithë pjesën tjetër, pra të gjitha cilësitë, i kishte për të shkuar aty. Por sigurisht e Shqipëria, Dian Ramaj do të hapte konkurrencën e vërtet me Thomas Rakoshën dhe mund ta ulte këtë të fundit në stol.